Kjo pyetje duhet më bëu veç një njeri, mashtruesit, Albin Kurtit. Për fat keq jemi të e pagu çmimin që i kem besu një mashtruesi. Edhe për mu nuk ka befashi, ju e dini vlerësimin tim për te, por edhe kjo situatë duhet merr fund dikur. Pra, mashtruesi s'mundet pa kufi me u tallë me një vend. Po, ju lutem, kjo pyetje duhet më ju bë mashtruesit. Ka marrë shumicën e vota, po e man peng Kosovën, gjithë na tjerë jemi peng i tij, nuk bën me shkun pa kufi. Këto takime tjera, prallat, piv kafe ky me ata, janë veç hajgare. Një njeri është duke mbajt peng Kosovën, e duke i bëhet këqia, po vazhdon me i bëhet këqia, unë s'jam i befashu, se unë e kam deklaru kush o ky njeri, po le të mushë mend një herë për gjithmonë, edhe ta kuptojmë çka na dëgjon.